Human trafficking has cast a long shadow over Albania, a harsh legacy stretching back to the early 1990s. In the wake of the country's post-communist transition, economic hardship and instability created fertile ground for traffickers. Vulnerable women, children and families became targets, with Albania emerging as a source country, feeding illicit networks across Europe. The collapse of the pyramid schemes in 1997 deepened the crisis. In the ensuing chaos, traffickers exploited the lawlessness, using speedboats to transport Albanian women and girls from Vlora to Italy. Albania became a transit country also for victims from Moldova and Romania, destined for exploitation in Western Europe. It was a dark era, marked by unchecked organised crime and a lack of coordinated efforts to combat this growing menace. But by the early 2000s, the tide had begun to turn. In 2001, Albania approved its first national strategy against human trafficking, a pivotal step forward. This included appointing a national coordinator within the Prime Minister's office, signalling a new era of commitment to fighting this crisis. Between 2001 and 2003, Albania saw the establishment of its first shelters by local non-profits. These shelters became safe havens for survivors, offering not just protection, but also pathways to recovery and reintegration. The emergency shelter is one of the most important services in the child protection system here in Albania, providing immediate support for every child, boy or girl, up to 18 years old, or mothers with children that are victims of abuse, domestic violence, trafficking or neglect, or without parental care. Most of the children victims of trafficking or victims of exploitation are not reported. The majority of victims of trafficking up to now has been children begging, working, or living in the street that has been exploited by their parents or by other parties, family members. The referral mechanism from the state authorities is always a process of making possible that different sectors from health, police, education, schools, or directories of social services need to be aligned in order to make sure that every referral takes voice. For this reason, our organization, through the emergency services, makes sure that every child who enters in this shelter is entered in the system, and at the same time coordinating and making action and pushing all of these intersectoral agencies to be together and to provide support in short and long term for every child. Our mission and our motto is to provide dedicated, adequate care for every child in need for protection here in Albania, but also for foreign children that are accommodated or identified in the territory of Albania. Këtë vit, Vatra feston 25 vjetorin e saj, është organizata e parë në Shqipëri që ka nisur për shpëtimin dhe mbrojtjen e viktimave të trafikimit njerëzor. Atëherë në atë kohë kur vetë shteti nuk e pranonte ekzistencën e këtij fenomeni. Televizion është një organizatë e cila ka mbi 20 vite që operon në fushën shërbimeve sociale, kryesisht ofron shërbime për kategoritë të nevojtë popullsisë, që janë fëmijë të rinj, gratë, e dhunuara, të trafikuara, familjet në vështirësi, por dhe një mbështetje për institucionet në nivel vendor dhe qendror. Një ndër fushat e veprimtarisë të televizionit është edhe fusha antitrafik, e cila koordinohet së bashku me aktorët e tjerë, koalicionit kombëtar Strazëra në trafik, të rrjetit Urat dhe së fundmi edhe në rrjetin Renat, ku të gjithë aktorët në nivel lokal, kombëtar apo ndërkombëtar përpiqemi të organizojmë punën antitrafik në sektorët të ndryshëm që kemi, të parandalimit, të identifikimit, të referimit dhe të ndihmës shërbimeve që japim për viktimat e trafikimit. Shkesh një organizatë kombëtare e themeluar për vitin 2003. Dhe ne kemi mbi 21 vjet që punojmë duke pasur si bazë qendrat komunitare për t'i ardhur në ndihmë familjeve më vulnerabël, sidomos të komunitetit rom dhe egjiptian. Aktivitetet tona të përditshme në qendrën janë duke ardhur në ndihmë fëmijëve, të cilët të vinë këtu për të bërë detyrat, për të pasur një rekuperim, le të themi, shkollor, por gjithashtu edhe një mbarvajtje sa më të mirë të jetës së tyre.
Ne punojmë shumë dhe me të rinjt për të regjistruar ata në qendrat profesionale, për të dhënë një zanat, por gjithashtu edhe për të futur në tregun e punës. Ne mundohemi që çdo ditë të punojmë me të rikthyerit që kanë qenë nëpër vendet e Europës, si për shembull Francë, Gjermani, Angli, pikërisht që të vinë dhe të gjejnë diçka ndryshe nga ajo që kanë lënë, duke dhënë një perspektivë ndryshe të gjithë që ata e lanë në Shqipërinë dhe duke dhënë mundësi që ta rikrijojnë jetën e tyre, pasi rikthimi është tepër i vështirë. Meriwether Loreto Foundation is a non-profit organization and a human rights advocate that delivers services and support to combat modern slavery and human trafficking in Albania. Since our inception in 2012, we've stood in the front lines of this fight, helping thousands of victims regain their freedom and thrive. Under our human trafficking program, we operate advice and service centers across the country, where we offer safe spaces and professional assistance for those who are subjected to trafficking. There, primarily with a focus on women and young people, we deliver essential services such as victim rescue, victim rehabilitation, survivor reintegration, psychological counseling, social support and medical services support, legal support, as well as long-term support to help victims rebuild their lives. In addition, under our Social Protection and Inclusion Program and our Research, Education, Training and Advocacy Program, we provide community-level engagement to promote systemic resilience and opportunities for impoverished areas. Projects include community development efforts, youth employment initiatives, civic education initiatives, training and support for our local partners and stakeholders, evidence-based research to raise awareness and advocate for policy changes. Ne si organizat e shohim që modeli I reintegrimit afatgjat është ai që sjell ndryshime pozitive në jetët e viktimave të trafikimit, por edhe qëndrueshmëri në procesin e reintegrimit. Mungesa e shërbimeve sociale ndikon ndihmën afatgjat të mbijetuarave që fillojnë jetën e re qoftë edhe në bashkitë e vogla në nivel lokal. Përfshirja e të mbijetuarave të trafikimit në luftën kundër trafikimit ka qenë një aspekt shumë I rëndësishëm I punës sonë, që prej më shumë se 10 vitësh, ne ato I përfshim në mënyrë aktive në aspekte të ndryshme në luftën kundër trafikimit, që në parandalim, nëpërmjet fushatave, nëpërmjet të prodhimit të materialeve informative nga vetë ato, nëpërmjet bërjes së sesioneve bashkë qoftë në shkolla apo edhe me institucionet e tjera, nëpërmjet programit të mentorimit ku një grup I tyre janë trajnuar si mentore dhe tani mentorojnë të mbijetuara të tjera, nëpërmjet advokimit, ato kanë advokuar shumë, sidomos për ndryshimin e përgjigjes që institucionet e drejtësisë kanë ndaj viktimave kur ato kërkojnë ndihmë. Të qeni pjesën e rrjetit të bën më të fortë, sigurisht të bën më shok shumë dhe nuk dihesh vetëm, si nga pikpamja e vështirësive apo edhe nga pikpamja që ti ndan me ato edhe eksperiencat e mira, motivohesh, inspirohesh nga ato, të ndihmojnë se sigurisht rrjeti Renate na ka mbështetur edhe për të na lidhur me partnerë të tjerë në vende të ndryshme të Europës dhe botës. Është absolutisht e rëndësishme që një organizat mos të punoj vetëm, por të punoj në bashkëpunim me organizata të tjera, të jetë pjesë e rrjeteve kombëtare dhe ndërkombëtare. Dhe vlera qëndron aty që lobimi dhe advokimi për politika më të mira, për legjislacion më të mirë në vendet respektive, në nivel kombëtar, të bëhet si një institucion I bashkuar dhe pa diskutim të qenit antare Renates, të qenit një zë drejt institucioneve lokale dhe drejt institucioneve qendrore, vendimarrësve, sigurisht që kjo ka dhënë impaktin e saj në përmirësimin e legjislacionit në vite kundër trafikimit, në përmirësimin e politikave sociale, por dhe në përmirësimin e standardeve për identifikimin, referimin dhe mbrojtjen e viktimave të trafikimit. The strength of the network is in the big voice. Whether it be in the national referral mechanism, whether it be on the streets marching, or whether it be lobbying and advocating to the government and to any powerful people to help this strong network achieve its goal, which is justice for survivors and victims of human trafficking.
Mungesa e drejtësisë është, po themi, një nga sfidat më të mëdha, por edhe qasja që kanë institucionet e drejtësisë ndaj viktimave lënë shumë për të dëshiruar dhe duhet përmirësuar, dhe kjo vjen nga zëri vetë të mbijetuarave, përveç nga perspektiva jonë si profesionist të fushës. Për shumë vitesh po lobojmë për një ligj të veçantë antitrafik me në fokus mbrojtjen e viktimave të trafikimit, nëse deri tani ka më shumë rregullim legjislacioni për letimin dhe ndjekjen penale. Shohim që legjislacioni për mbrojtjen e viktimave është i shpërndarë në ligje të ndryshme me në fokus mbrojtjen sociale, por mungon një ligj i vetëm që të fokusohet në mbrojtjen e viktimave, në kompensimin e viktimave, por edhe të rregullojë kuadrin institucional në Shqipëri. Sustaining these services remains a challenge. Donor priorities often shift to other areas, leaving these critical programs underfunded. While innovation is vital, maintaining and evolving these services is equally important. They are the foundation of Albania's fight against trafficking, enabling real, lasting change. Tani Shqipëria edhe pse ka bërë shumë përpjekje dhe ka avancuar në ndryshimet ligjore apo strukturore në përgjigje ndaj trafikimit, por ka shumë sfida që nga mungesa e burimeve njerëzore dhe financiare, e cila e vështirëson gjithë punën dhe përpjekjet, dhe këtë e shoh qoftë në nivelin e institucioneve qeveritare, të organizatave lokale apo dhe ndërkombëtare, që duhet të rialokojnë edhe të gjenerojnë më shumë burime, t'i dedikojnë më shumë luftës kundër trafikimit në njerëz. Ne mbajmë një program të tillë kaq të kushtueshëm, kaq të vështirë për të mbajtur, me shumë sfida, dhe që funksionon 24 orë në 7 ditët e javës. Going through all those years in leadership role with Renata, the one thing that kept being fed back from members all over Europe was the extraordinary impact on them of being cared for and of coming home when they come to Renata, because the network itself nurtured them and gave them energy to go back. There was something about the love. They used the word love quite a lot. The love, the care, the compassion, the empathy, the understanding, didn't need to explain. The gospel principles, if you were, embraced it. So I think that culture of Renata is also in the culture of Renata Albania. It's not just about numbers, it's about the response. Decades of collaboration between governments, local organisations and international partners have fostered a network committed to breaking the cycle of exploitation. From safe shelters and rehabilitation programs to law enforcement training and public awareness initiatives, these efforts reflect Albania's determination to combat trafficking at every level. Ajo që më motivon është se gati 80% e rasteve të cilat ne asistojmë, që janë kryesisht vajza dhe gra, janë reintegruar në jetën sociale. Duhet të mendojmë që qoftë edhe një viktim të shpëtohet nga thetrat e trafikantit, nga situata e shfrytëzimit, kemi shpëtuar një jetë. We have the strongest Renata group in Europe, in Albania. And so far, I don't think it's realised its potential. Renata Albania has a fantastic capacity to influence Europe, because what's going on in Albania against human trafficking is extraordinary. Change is happening, one step at a time. The fight against human trafficking in Albania continues, with each effort bringing us closer to a future free from this devastating crime.